Sot, fatkeqësisht, shkruan kush don edhe secili thotë unë jam artist. Sot jo vlera mundohet me sunduj vlerën. Ka pas produksion më pak. Tash kurreshtja e njerëzve se muzika është si cigaret. Se këta duan gjithë që s'mund me nejtë për cigare. Edhe muzika është për rinije, për secilin njeri, është një farloj ushqimi shpirtëror. Edhe e kanë prit me padurim një material. Qatë material, ku do që në botë e kanë gjetë ata. Janë orderit të qaj material. Kanë diku shumë se, për shembull, une po flasë njerëz që kanë punu në atë kohë, tekste e muzikë kanë qenë njerëz të shkollum. Njerëz që kanë pas edhe vepra mas tyne që kanë leon, disa janë një jetë, disa nuk janë një jetë, njerëz që kanë kry akademi të arteve, njerëz që kanë kry fakultet gjuhës shqipe, kanë pas talent, kanë pas një uri, kanë pas ngritje intelektuale, edhe ata i kanë bëu ato tekste. Edhe nuk është asgjë e rastit që ato materiale sot i kanë bjetu kohës, për shkak që asaj cilësie, për shkak që ati niveli që i ka pas konga. Sot, fatkeqësisht, shkruan kush don edhe secili thotë unë jam artist. Mu së më pengon personalisht, po për me thonë artist ti s'mundesh me thonë vetit, do të me thonë dikush tjetër. Dikush që është me të vërtetë artist edhe me ta dhonë qatë epitet. Edhe sot është faktikisht që kjo vim deri te një konflikt i vlerës edhe jo vlerës. Sot jo vlera mundohet me sunduj vlerën. Edhe fatkeqësisht 70% ka jo vlerë, 30% ka vlerë. Po flas në aspektin edhe komercial. Se nuk do me thonë një material që është komercial edhe nuk ka vlerë. Po flasin si tarësi, unë e që shikoj me mënyrë shumë stoft edhe pa kur farë para gjykime. Se unë i gëzona sot se cilit sukses të artistit të ri, artistave të ri, këngëtarëve që janë shumë të mirë, hip-hopët, se kanë dëshu edhe rryma. Ka pas edhe atërë hip-hopë kanë qenë ato shkëndijat e para ku kemi fillu, mirë po sot ka materiale shumë serioze, po të thëmë fatkeqësisht ka edhe gjona që sot e luftojnë, e mira e lufton të keqen, ose e keqja e lufton të mirën. Nëse dalmi pak më shumë edhe tek tekstet në atë kohë, së mos në vitet e 90-ta ka pas, ndështë një lloj kontrole, një lloj filtrimi, themi pak a shumë kanë kalu në disa? S'ka pas, ato kanë qenë viteve 80-ta, kur ka qenë radio-televizioni i Prishtinës, ku janë organizu festivali akordeve, kanë qenë incizime artistat, këngëtarë që kanë qenë Radio Prishtinë, e kanë kalu një farloj komisioni i cili e ka vlerësu, a ka vlerë, apo s'ka vlerë, qaj materiali i cili është dash mu trajtu mandej prej ekipit, prej orkestrit radio televizionit, prej producentëve të radio televizionit në atë kohë, edhe ka qenë një farloj filtrimi, ose si me thonë komisioni, se po të dinglon keq. Ka qenë një komision që e ka vlerësu, a ka vlerë, a s'ka vlerë. Edhe vetë kom kalu në atë komision, i kanë pranu ato kongët e mija modeste, ju kanë pëlqy, ju kanë financu vetë televizioni, edhe në viteve 90-ta vetë, une për vete, une e kom pasë në dorë. Sa i përket produksionit të labja, une edhe ekipi im, se s'kom qenë veç vetë në atë produksion, familja normalisht prej babës e vllazit. Mirë, por na e kemi vlerësu që dishka ka vlerë ose s'ka vlerë. Edhe ajo ka qenë që na e kemi një vetën keq, qofse kemi gabu ose kemi eskalu me një material i cili s'ka qenë nivel.